Komuna e Gostivarit ka nisur asfaltimin një pjesë të rrugës Panqe Popovski. Rruga me një gjatësi prej mbi 250 metra lidh pjesën pranë shkollës fillore Bashkimi dhe rrugën Beliqica. Punimet janë ndjekur nga afër nga kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili theksoi rëndësinë e kësaj rruge si një nyje e rëndësishme lidhëse pjesëve të qytetit për shkak të afërsisë me tregun qendror. Sot dulëm për të parë prej afër të inspektojmë rikonstruimin e rrugës Panqe Popovski në gjatësi prej 255 metra, rikonstruim i tërësishëm i cili kushton diku afër 6 milion denar, lidh rrugën Beliqica me rrugën e cila shkon deri tek shkolla Bashkimi. Rikonstruimi i kësaj rruge ishte më së nevojshëm, janë rikonstruar edhe rruga kryesore, edhe trotuaret nga dy anët dhe me këtë dukshëm do të përmirësohet lëvizja e qytetarëve tonë dhe posaçërisht të nxënësve të cilët gravitojnë dhe shkojnë në shkollën fillore Bashkimi. Limani bëri të ditur gjithashtu se aktualisht në territorin e komunës po zhvillon edhe 4 projekte të tjera infrastrukturore që përfshin rikonstruimin dhe asfaltimin e disa rrugëve të tjera. Për momentin punohen edhe, rruga është në përfundim e sipër edhe rruga Mara Ugrinova tek stacioni i autobuseve. Gjithashtu së shpejti për disa ditë maksimum deri javën tjetër do të fillohet edhe rruga e cila është lidh kushtimisht rrethin tek Damkomi për tek varezat e vjetra, rrugë e cila gjithashtu ka nevojë në këtë fazë të punohet të rikonstruohet. Presim së shpejti fillimin edhe të rrugëve në lagjen Lajthi dhe punohet edhe një rrugë ka filluar tek varezat e Romëve, e cila gjithashtu kishte nevojë, punohet në disa vende dhe do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm edhe në të ardhmen. Normalisht, nëse kushtet atmosferike na e lejojnë. Ndryshe, projekti asfaltimit të rrugës Panqe Popovski përfshin edhe ndërtimin dhe rregullimin e trotuareve në të dy anët e saj, me qëllim përmirësimin e qarkullimit të automjeteve dhe sigurisë së këmbësorëve.